Kandidati i djathtë për Bashkinë e Dibrës, Sherefedin Shehu, është bashkuar me një grup të rinj për të ndjekur ndeshjen e kombëtares. I shoqëruar edhe nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nën entuziazmin e tifozëve, Shehu tha se të rinjt do të jenë prioriteti i punës së tij, në synimin për ta bërë Dibrën një qytet ku ata të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Ne duhet të krijojmë një Dibër të cilën ne meritojmë, një Dibër të pastër, një Dibër ku njerëzit të kenë ujë për të pirë, një Dibër ku njerëzit kenë ujë për vaditje, një Dibër ku të gjithë të kenë një punë, një Dibër ku shpirti i sipërmarrjes të krijojë vende pune për ju. Shehu zhvilloi një takim edhe me të përndjekurit, të cilëve ju premtoi se ata do të kenë përfaqësuesin e tyre në Bashkinë e Dibrës si një garanci që hallet dhe problemet e tyre do të dëgjohen. Ndërsa gjatë takimeve me banorë të fshatrave Brezhda, Nushtë-Lëndës, Trojak, Slop, Vlesh, Shehu theksoi se prioriteti i punës së tij do të jenë infrastruktura rrugore, sistemi ujësjellësit dhe kanalizimet.